Viti I ri shkollor filloi edhe për medresantët e medreses Isabeu paralelja e vajzave në Gostivar. Me rastin e fillimit të vitit shkollor u mbajt ceremonia e hapjes në mëngjesin e ditës së parë, ku medresantët e reja u njohtuan edhe me hapësirat ku do zhvillojnë procesin edukativ arsimor. Si vjet medresea Isabeu paralelja e vajzave në Gostivar, gjithsej në vitin e parë ka regjistruar 45 medresante në 2 paralele. Në fjalën e tij, myftyi muftinisë së Gostivarit Shoqir Fetahu pasi uroi të gjithë medresantët dhe mësimdhënësit për vitin e ri shkollor, theksoi nevojën e përkushtimit të gjithë nxënësve për të patur një vit sa më të mbar mësimor, duke I këshilluar ata dhe mësimdhënësit për synime për të arritur përgjatë gjithë vitit sukses. Kemi ditën e parë të fillimit të mësimit, ditë kjo që për ne është ditë e shenjtë, ditë kjo që fillon një punë e mbarë e medreses tonë, andaj jemi të lumtur që sot I kemi prezent të gjithë nxënësit e kësaj medreseje, kësaj shkolle, kështu që prej sot do të kemi mbi 165 nxënëse, ndërsa viti I parë, pra nxënësit e vitit të parë, janë 45 nxënëse, që për ne është një numër solid dhe ne jemi të kënaqur me numrin e përgjithshëm si dhe me numrin e nxënëseve të vitit të parë. Unë shfrytëzoj nga rasti që në emër të muftinisë së Bashkisë Fetare Islame të Gostivarit, si dhe koordinatori kësaj medrese, në emër të Këshillit Edukativo Arsimor, pra profesoreshave dhe profesorëve, të gjitha nxënëseve që uroj fillimin e vitit shkollor, duke ju dëshiruar jetë të gjatë, shëndet të plotë dhe seriozitet në zhvillimin e procesit edukativ arsimor. Nxënëset që ishin planuar në vitin e parë pranë medreses Isabeu paralelja e shtrirë e vajzave në Gostivar, shprehen të lumtura për përzgjedhjen e tyre. Ata thonë se kanë zgjedhur këtë shkollë pasi posmarrjes së dijes nga lëmi të ndryshme do kenë mundësi të marrin edhe dije fetaro-islame. E kam zgjedhur medresen pasi që mendoj se do t'i shtoj dituritë e mia për fen dhe do të kemi një jetë të lumtur në këtë botë dhe shpëtim në botën tjetër. Medreseja përveç se të dhuron një mësim të mirë të gjitha landeve, në medrese mund të marrësh dhe edukatën që çdo prindër do dëshiron të t'ia jepte një fëmijë të vet. Aktualisht medresea Isabeu paralelja e vajzave në Gostivar numëron mbi 160 medresante nga viti I parë deri në vitin e 4, me 8 paralele dhe me 20 mësimdhënës të angazhuar. Medresea si institucion I arsimit të mesëm ka statusin me shkollet e tjera të mesme shtetërore dhe private, me çka pas kryerjes së saj. Medresantët do të mund të regjistrohen në të gjitha fakultetet, si në fakultetet fetaro-islame e deri tek ato shkencore brenda dhe jashtë maqedonisë.